ndryshe në Top Albania Radio. Dhe siç e tham pak më parë, tani jemi me dy personalitete të futbollit. Është bërë studio kuqezi nga atmosfera e profesionale, do të them profesionale. Kurse kështu jemi me ngjyra. Mirë se erdhe Alban Tafaj dhe Afrim Tole apo Tola. Afrim Tola. Po pse Afrim Tole? Ndjes pas të ish trajneri i Tiranës Fatmir Frashi, më triste Tole, që atëherë ngeli Tole. Po pasaportë ke Tola? Ma, prita ndroj dhe unë ta vë me ase Kam një surprizë për ju, burra. Po, tani Elona gjithmonë kur ftojmë të rinj për herë të parë në studion tonë, i bëj një kështu një një bio. Plus që i thash babit, tash kam Afrim Tolën, kam Alban Tafaj. Qa fati ke mër bab, tha. Po takon, tha, njerëz, nuk e di personalitete, tha, bëj shumë të falë. Bën të kështu sigur ju njifte, po. Sigur ishte Në Tiranë kemi pa. Unë kam shkruar diçka për ju, uroj të jem sakt se, si me thënë, nuk kam qenë aq e rritur sa tani për të parë dhe për ndjekur lojën tuaj, po sigurisht kam dëgjuar për karrierën edhe kam shkruar diçka. Barcelona. Për Alban Tafajin unë kam shkruar me shumë kënaqësi presim një emër të njohur të futbollit shqiptar, një ish mesfushor që ka dhënë kontributin e tij në një nga periudhat më sfiduese të sportit ton. Bëhet fjalë për Alban Tafaj, ish lojtari kombëtar së Shqipërisë, i cili me përkushtim, disiplinë dhe pasion për lojën ka lënë gjurmën e tij si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Një figurë që përfaqëson një brez futbollistësh që luftuan në kushte jo të lehta, por që hapën rrugën për zhvillimin dhe profesionalizmin e mëtejshëm të futbollit shqiptar. Sot do të rikthejmë bashkë kujtime nga karriera e tij dhe do të flasim për eksperiencat në fushë edhe jashtë saj. Alban Tafaj. Dhe tani do janë më të rëndësishme. U emocionova apo? Së shera parë që e dëgjon. Gjithashtu, një emër tjetër të njohur të futbollit shqiptar, një ish lojtare që ka dhënë kontributin e tij në vitet ku pasioni për fanelën dhe sakrifica për ekipin ishin mbi gjithçka. Është vërtet. Kështu ka qenë ai periudhë. Është Afrim Tola me ne, një ish futbollist që ka lënë gjurmë në fushën e blerë dhe që sot mbetet një figurë e respektuar për kontributin në sport. Me një karrierë të ndërtuar mbi përkushtim dhe dashuri për lojën, përfaqëson një brez sportistësh që i dhan shumë futbollit shqiptar në kohë jo gjithmonë të lehta. Sot do të rikthejmë bashkë kujtime nga karriera, emocionet e ndeshjeve dhe do të ndalim edhe nga këndvështrimi i tij për futbollin e sot. Si ishte një lloj si Albani. Si ishte një lloj, Ishte më mirë. Tani ti nuk di gjë tjetër që mbasi ka lënë futbollin, Afrim Tola ka qenë gjithkohës në politikë. Gjithkohës në politikë. Jo, asnjë në politikë, por në drejtues, gjithkohës drejtues. Pushteti. Post ofiso. Ndërsa Albani sigurisht ka bërë kështu, Alban nga futbolli i luajtur në atë të Zyrës në Tirana, kam qenë drejtor teknik, shef klubi, Tirana me përjashtim të punëtorit fushës, s'kam pas mundësi me bë. Gjithë gjërat e tjera Tirana i kam bë. Më fal, a je ti ndër të vetmit emra futbollistësh, që ke luajtur edhe për Partizanin dhe për Tiranën? Po, kemi dhe. Po kam biles me të tre kryeqytetash. Ti ke luajtur për Dinamon. Po. Si ka mundësi? Me këtë vit më shumë Afrim. Me Partizanin. Me Partizanin më shumë. Moshën 8 vjeç, kam qenë në Partizani, pastaj vitet në si profesionist nisi në 90-ën te Dinamo, te Tirana, te Partizani, te Durrësi, e këtë pra te Partizani. Edhe ke Durrësi? Po. E do të shpim Bregdet. Thotë mos u ndaj Durrësit dhe e kape. Alban ti ke qenë vetëm ke Tirana? Ja, un kam dalë ke Partizani që nga 81-shi largët i fëmijë domethënë nga shku ke Partizani sepse është bërë sebeb një nga se un kam përfaqësuar dy familje të vjetra Tiranës, qoftë Tafaj, qoftë Demneri. Demneri, po. Ai famshmi profesor Xhavi Demneri ka çuar atëherë tek regjistroi nga klasa sportive, më regjistroi te Partizani. Sepse i thotë nonës time atëherë ta çojmë çunën atje sa hahet mirë atje. Sa te kështu kena qenë, ishte klubi ushtrisë. Po pas se kisha edhe ushqimin që edhe 30 ditë. Po e kena hëngur më gjithë me radhë. Mirë, tani kemi përgatitur ca pyetje fakt për ju, po gjatë intervistës mund të bëjmë ca gjëra tjera, sigurisht. Ja, për shembull, pyetja e parë është e njëjta për të dy. Kush është ajo gjë që nuk ka ndryshuar në futbollin shqiptar që nga koha e brezit tuaj? Edhe në ditët e sotme, një gjë që nuk ka ndryshuar. Fanella. Gjithë tjerët kanë ndryshuar. Si fanella ka ndryshuar edhe fanella. Fanella nuk ka ndryshuar. Po kuqezi, dakord, po Të tjerat kanë ndryshuar, të gjithë. Të gjithë kanë ndryshuar. Luhet me top më prapë, e kupton? Po e njëjta është. Dgjoj, ne kishim pyetje jashtë në drejtimin që
ka qenë më shpirt atëherë e tani është bërë më biznes. Ka qenë më bukur atëherë e tani është më shëmtuar për gjithë ato që ndodh në futboll. Ka qenë më njerëzor, është bërë më var. Varja. Unë do thosha që ka ndryshuar ëndra. Se dikur ne edhe për të ndroshim s'ka rritshim gjë, tani edhe ndrojmë, po e kemi arritur. Ndronim për Europian kemi shku 2 herë, ndrojmë për botror, mbase shkojmë këtë herë. Shkojmë? Base kjo, base shkojmë këtë herë. Besoj. 50-50 është ajo, tash. Se kemi 50% shanse? Ne mi shoku joni përbashkët. Mos me do 51 me 49. Topi par. Grushti par. Van nga grushti. Sa nuk prito se shkojmë direkt te futbolli. Unë dua ta di çfarë bëjnë Afrimi dhe Albani sot, me çfarë merren. Atëre. Unë jam federat. Po, në federat. Pra ti do jesh pro federata sot. Jo më. Federata merito lavdrime nga puna që ka bërë. Është absolutisht. Ti ke kontribuar vetë për federatën. Absolutisht me respekt madh për zotin Duka dhe gjithë të skuadrës. Është sot drejtori i transportit të Tiranës. Drejtori i transportit të Tiranës. Domethënë, kush do patent, kush do targa makinësh? Kush, ha? Po. Marrin unë në celularin. Marrin në celularin tim se çfarë ka bërë nisha 3-9. Afrim, qofse në kohën tuaj që do luajë futboll, do ishte tani koha juaj. Po. Ju do ishit pasur? Ju të dy, do ishit pasur? Patjetër, po. Patjetër, ë? Patjetër. Tash s'duhet më u qajt më, po normal që do ishin pasur, diskutohet sepse lekët që morin tash këto futbollista që edhe karrierë edhe gjaj sikur ecin, tot kampionatit. A mund ta di sa keni pas rrogën atëherë sa fitonit? Kur luanit për klubin? Për klubin un base me Afrimin kam kap një periudhë se kap atë periudhën e El Saidit, ai ishte më e arta. Që ka qenë El Said drejtori i Tiranës, ashtu shkote nga 4000 deri në 5000. Muj. Po. Çfarë thotim? Çfarë viti? Unë kam pas fatin e mirë 2003. Si te Tirana ka qenë me Tur Seferi, sepse ju ju kujtohet, ka qenë president, nuk e di. Ka qenë presidenti i Aristonit në atë kohë. Kapa Tiranën, te Partizani kemi qenë bashkë me Albanin që kanë qenë ca italian. Plus që kanë qenë dhe firmat piramidale në atë kohë, qenë populli që kishin. Pra nëse 6, 7, 8. Atë pastaj unë po flas kohën më të artë të pjesës pagesës kam qenë në Durrës. Sa lek? Do të thënë shumë lek. Sa leka? Lek. Ka fal? Jo në muaj. Do të thënë ose kur, se muaj po them muaj. Te 5-6 patjetër. Muaj edhe më shumë, po. Në muaj, ë? Po ka pasi të mirë. Para 25 vjetëve bie, 24 vjetëve. Po, në 98-ën, 99. Po ka 27 qenë një periudhë që plus presidentit që në atë kohë që e përshnes Hasan Bellion, aty kishte edhe sponsor të vegjël. Që vinin që mbasi ndeshje të fortë i jepin ato bonus, ato premion. Pa letra, gjithë pa letra. Në dresh. Është tjetër. Se unë kam qenë çiksi bjonde këto pyetjet, kështu keni qenë juve superstar aso kohë, ju pëlqenin shumë gocat, keni pasur. Po gjithë ditën Instagram ishin në Albani, në 88. Po çfarë kemi? Superstar. Po tregoj një histori. Në 96. Në 96. Unë s'po thashë se to ka vetëm atëherë kjo, sepse tash ne kena marrë. Ai tani të thon mesmi. Maj vetëm me këto mundësi që keni. Afrimi ka histori shkurtë. Çfarë thot kjo? Çfarë thot? Ishin star. Boni fare. Jo telefon, po telefon shtëpie në 95. Qelloqe nga futbolli, të njëjtë edhe kryetarin e lagjes në atë kohë dhe shefin e policisë dhe kërkova i telefon shtëpie, se s'kishim. Okej. Edhe i mat më thotë, un jam te forumi PD-s, ma kanë dhënë mua telefonin. U zgjova 2 javë nuk foli me gojë. Se do të ka sjell telefonin shtëpisë. Edhe matë telefonin këtu. Edhe telefonin thotë. Po pse atë Alban, po pse çfarë nuk keni pas sukses me femrat atëherë ju? Kur me? Kur keni qenë futbollist? Po për atë kohë po flasë, por se në studio me ne është David Beckham edhe ja, tash kemi pas sukses. Atë mos e shifshin fort atë se grumullimet ishte edhe i privuar pak, e kupton? Po femrat nuk shihnin shumë këto gjërat, po gjatë xhiros se këto. Tani ju jeni grumull me kombëtaren? Ti ke qenë më shumë me kombëtaren, a? Albani ka qenë më shumë. Ti ke qenë më shumë, a? Tani kur harboshit juve kur iknit jashtë shtetit? Mas neshjes, ishte si mas luftës? Në Maltë. Ka qenë një 10 ditë me ekip kombëtar dhe bëshim triangolare. Salsano të martuar janë dashisë? Unë jam gjysh 3 herë. Është gjysh 3 herë Afrimi. Një herë. Edhe janë shumë çuna të ndershëm që ta dish. Po se ky po bëni çik. Shikoj të gjithë shumë flasin. Po realisht. Ne po flasim atëherë tani kur Malt sa ndodhin Malt për shkurt. Ne kemi fani shumë shkurt. Në Malt do mbas një sekond. Gjatë të gjykatës. Drite Faruk Sedini me Asrita Fizër ishte dera kryesore dhe ne s'kishim ku të dilshim mas neshës. Si do bëjmë? Nga ka në çarçaf.
Nga mbrapa edhe ikëm disko. Disko. Keni pi alkool aty, keni kërcy. Patjetër. Mbaje usta. Mbaje. Publicitet. Kam pyetje për